Unë nuk besoj që ka vajza të këqija, unë besoj, apo djem të këqij. Unë besoj që ka vese, të cilat shoqëria I pranon, mund t'u jap zë dhe frym disa veshëve, dhe I vesh pastaj te ky apo tek ai individ. Por nuk e besoj kurrë që ka aq më shumë nuk besoj që ka vajza të këqija. Nëse ka sindrom të tillë, ky mendoj që është më tepër një imazh I gabuar që mund ta kenë krijuar emisione televizive të caktuara, pra segmente mediatike të caktuara. Por po kaq sa çka njerëz të këqij, këto njerëz të këqij mund të jenë vajza dhe djem. Nuk ka ndarje gjinore në këtë pikë. Nuk e besoj. Për mua vajzat janë perla që lum ai që ka vajza. E vërtet? Tani, se përmendë fëmijët edhe mua më erdhi natyrshëm në mendje një fenomen që ndodh për shkak të dashurisë që çdo prind ka për fëmijën, që I flet me përk dhe li. Pra, nuk më vjen mele mami gotën. Ajo ky është gabim shumë I madh. Po. Edhe do doja ta flisnim pak këtë. Këtë edhe ky është një gabim shumë I madh. Unë këtë e kam parë kudo që kam shëtitur, kam benjoja që kam pas në paktën në vendet ku unë arrit flas gjuhën e këtyre vendeve, unë kam parë që sado të vegjël janë fëmijët, asnjëherë nënat apo të rriturit nuk ja deformojnë gjuhën. Kjo ndodh vetëm tu tek ne. Është atavizëm që na vjen nga një kohë tjetër, sepse nënat e reja e shikoj shumë entuziaste jam që nuk e bëjnë këtë gjë, e bëjnë kryesisht gjyshet dhe një brez pak sa më I moshuar se sa nëna, se sa prindi I fëmijës, mendoj që ky është gabim, sepse fëmia fillon të krijojë ndërgjegjen e vet lingvistike duke u rritur dhe ashtu sikurse fjala duhet të vijë e pastër nga personi që po ta jep, po ashtu po kaq e pastër, në këtë mënyrë ai e thith dhe e vendos në ndërgjegjen e tij dhe krijon ato folderat brenda mendjes. Mua më pëlqen të them edhe shpirtit të tij, sepse gjua ka dhe natyrë shpirtërore, apo jo, shumë e ndjeshme, prandaj duhet patjetër që prindi I drejtohet në formën më të pastër. Mos harrojmë që fëmia është një tabelë bardh. Çdo gjë që ti do godasësh, do lër shenjë. Dhe është sa mirë që këto shenja ti lëmë në formën e tyre të pastër, të vërtet në fundit, ashtu sikurse janë. Pra unë jam kategorikisht kundër prindërve që ja deformojnë fjalët e fëmijëve në mënyrë absolute. Dashuria kam përshtypjen nuk është përmes këtyre përkëdhelirave në fjalë. Dashuria vjen në 1000 forma dhe unë besoj këtu gjykoj si prind që fëmia dashuria jo gjithmonë ka nevojë për fjalë, padyshim që ka nevojë edhe për fjalën e bukur, po fëmia e ndjen dashurinë, e ndjen në çdo qasje që ti I bën, po sigurisht edhe nëpërmjet fjalës. Dhe ne kemi fjalë të mrekullueshme. Fjala shpirt kur është jashtëzakonisht e bukur. Fjala zemër e bën të qëndësishme, e lidh dashurinë me organin jetik të ekzistencës së njeriu dhe fëmia e kupton se sa I rëndësishëm jeti për të. Mendoj, unë nuk jam psikologe, padyshim, por gjithë këto vite pune pranë gruposhave të ndryshme, më them që më japin një farë të drejtë që të jap gjykimin tim për këtë gjë. Dhe mendoj që nëse dikujt I jep dashuri, ky është investimi më I madh dhe më I mirë për dikë, sepse do të kthejë dashuria. Gjithmonë është investim I kthyeshëm. Bukur. Urojmë edhe shpresojmë që të jetë kështu. Po, edhe nga përvoja ime kështu është. Ndërkohë, duke qëndruar prapë tek dashuria, aty qëndrojmë. Dhe duke të kthyer prapë pas në kohë. Si flitej dikur dashurisë dhe si flitet sot? Pra si do e këtë do të tregoj diçka shumë të bukur. Përpara 5 viteve I kërkoj një mikesh. Në fakt ishte vetëm 17 vjeç dhe I them, do të kërkoj diçka. Unë po bëja një studim për të parë evolucionin e gjuhës, ose le të themi se si gjuha e internetit ndërhyn në komunikim, në diskurse. Dhe I them, më fut në grupet e tua, në 2 nga grupet e tua, me shok që unë të shkruaj, të kuptoj se çfarë ndodh. Dhe padyshim që në këtë rast mund ta krahasoj me kohën time. Tash është bërë shumë simbolike, me emoji të ndryshme, kurse ne nuk kishim emoji, por kishim fjalën në atë kohë. Dhe fjala vinte me pusulla.
me letra të vogla, me pusulla, me lule. Unë mbaj mend që sikurse besoj ju e dini, vi nga një qytet që ka shumë portokalla dhe lulet e portokallit ishin ato që ne flisnim me njëri tjetrin shumë përmes luleve të portokallit dhe gjuha jon ishte shumë analitike. Nuk mund të them që gjuha e dashurisë ishte aq analitike sa ajo e kohë, le themi një shekulli më përpara, pra gati kalorsjake, por gjithsesi ishte analitike, me fjalë të bukura, ndonjëherë edhe me citate të marra nga librat, sepse librat tanë ishin, flas për komunitetin tim, ishin të vizuar dhe me shënime anash. Ndërsa ajo që pash tek grupi WhatsAppit të vajzës 17 vjeçare ishte shumë telegrafike dhe dashuria ishte shumë telegrafike. Për të mos kaluar pastaj këtej disa terma që sinqerisht unë nuk i kuptoja, mu desh të më përktheheshin, madje të më përktheheshin edhe në kontekstualitetin e tyre. Që nëse mund të përmendim ndonjë? Po mos bëj gabim ta përmend. Jo. Po pse? Pse bën gabim? Për shembull, nuk e di, mos e ktheni në Reels këtë. Dashuri me benefita, unë këtë nuk e kuptoja. Dhe nuk e kuptoja fare dhe pastaj kur mu shpjegua në mënyrë shumë analitike, u zemrova. Dhe ky është një hendek shumë i madh midis konceptit që ne kemi patur për dashurinë dhe për marrëdhënien në përgjithësi me transformimin që i ka dhënë kjo kohë. Unë e gjykoj jo të mirë, po besoj që kjo ndodh edhe kaq. E thash këtë për të kuptuar diferencën. Po, në fakt ne pavarësisht sa sportiv mund jemi si brez, ka ca vlerat asaj kohe që i kërkojmë, i duam, kemi dëshirë ti përjetojmë. Ja, kjo dashuria kështu për shembull. Me citate nga librat. Kur unë flisja me nipin tim për xizëllonjat, se kishte idenë që ishin xizëllonjat. Kurse ne kemi përdorur metaforikisht në të folurën tonë fjalën xizëllonj me shokët, me miqt. Ne kemi rendur pas xizëllonjave, sa bëhej pak nat, sa po erësoj pak, në rendim që të kapnin xizëllonja dhe të vinim në ballë me atë fosforin e tyre. Ndërsa sot xizëllonjat nuk ekzistojnë më, sigurisht për shkak të ndryshimeve klimaterike, por edhe se ne fëmijët nuk i lëm të rendim pas xizëllonjave. Ose mbajnë mbyllur. Po ku ti gjuajnë xizëllonjat mes pallateve ti gjuajnë? S'ka? Në fshat e gjysha. Ashtu është. Po se kanë të gjithë një gjyshe në fshat. Duhet gjejmë të gjithë një gjyshe në fshat. Pra ka disnivele të mëdha midis kohëve, por gjithsesi liria që është tani ka qenë ëndra jon asaj kohe. Kurse kemi ndëruar shumë lirinë. Është tipikisht kjo situata kur njeriu nuk e ka diçka. Sot është kështu që s'di çfarë të bësh me lirinë, domethënë. Unë them që liria është gjë më e vështirë që të bëjë njeriu është të menaxhojë lirinë vet. Absolutisht. Dhe kjo shpresoj të konsiderohet edhe si këshill, që në momentin që ke liri duhet ta menaxhosh me shumë kujdes lirinë tënde. Absolutisht. Ta dramatizojmë bisedën edhe të kalojmë në biseda të tjera. Tani gjithë aty mbetemi tek dia në tek aty dhe unë aty është fusha ime dhe për shembull unë do e organizoja bisedën tonë rreth mënyrës se si media po ushtron një ndikim të jashtëzakonshëm në gjuhën e përdorim. Media jemi gati për kritika. Tani unë kështu do ta nisja, po e kisha fjalën tek çfarë prodhon gjuhën ose çfarë zhvillon gjuhën. Nëse ne pjesën e parë folëm për pasurinë e gjuhës shqipe, shqipja sigurisht është një gjuhë e gjallë, një gjuhë që ka nevojë të pasurohet dhe që lëvrohet. Tjetër që ka nevojë të pasurohet. Dhe nëse unë do të të pyesja për shembull për rolin e universitetit në pasurimin konkret të gjuhës shqipe, a është gjykundja, s'është gjykundi hiç, ti e çove tek media me shumë të drejtë në fakt. Se duket se po na e lëvron media gjuhën. Shikoni, universiteti është institucion kërkimor që përveç se
prodhon, le të themi, intelektual ose le të themi jep diploma që të hapin derën për të ushtruar profesionin tënd, ka edhe është dhe qendër kërkimore. Pikërisht. Dhe ne kemi universitete dinjitoze të cilët në saj të punës së tyre, të profesorëve, qoftë për interesat edhe të vetë gjuhës, por dhe për interesa vetjake, po e pasurojnë shumë, po bëjnë studime të mirëfillta që lidhen pikërisht me zhvillimin e gjuhës shqipe, me mënyrën se si po zhvillohet, parashikojnë pritshmëritë ose çfarë pritshmërish duhet kemi, dhe unë gjykoj që një produkt shumë i mirë i universiteteve në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe me qendrat e ndryshme kërkimore, produkt fantastik ishte fjalori i gjuhës shqipe, që sot e kemi online dhe që është një arritje shumë e madhe. Pati shumë diskutime mirë. Gjithkohën do ketë diskutime, çfarë kemi bërë dhe nuk e kemi diskutuar, çfarë kemi bërë dhe nuk e kemi gjetur të mangtat. Kështu që shumë mirë, kur për dikë flitet në të mirë dhe të keq, patjetër që aty ka diçka. Do thotë që diçka po bën. Diçka po bëhet dhe unë jam shumë entuziaste për fjalorin që ne kemi online, është shumë i pasur, sa mirë që e kemi, a ka vend për përmirësim? Po patjetër që ka vend për përmirësim, po sa mirë që e kemi online dhe ka një grup studiuesish, profesionistësh, të cilët do t'i quaj si metaforikisht si mbrojtës të këtij fjalori, por edhe pasurues të përhershëm të tij, pra që e kontrollojnë, mund të ndryshojnë gjëra, sepse ekziston mundësia për ta ndryshuar, për ta pasuruar dhe për ta bërë akoma më të përdorshëm. Pra universitetet janë qendra kërkimore. Unë do marr një shembull, nuk dua të ndalem të tjerë, do marr një shembull tek vetja si profesoreshe një universiteti dhe me drejtim unë jam e fokusuar tek gjuha në përdorim, pragmatika, tek gjuha që e gjallë. Dhe kur mundesh të jepja kontributin tim minimalisht, se unë nuk jam leksikologe, unë mora fjalën mask dhe studiova gjithë origjinën që ka patur fjala mask, që hershmërinë e saj, por kuptimet e reja që ajo fitoi gjatë pandemisë. E kupton? Pandemia e shumëfishoi kuptimshmërinë e fjalës mask, jo vetëm në shqip, po në të gjithë gjuhët e tjera, por unë mora ndryshimet kuptimore që ajo pësoj në këto kushtet të reja, është ajo që ju thatë. Janë kontekstet të reja të cilën ndikojnë që gjuha të ndryshoj. Unë mora fjalën mask, por më falni, këtu Viola na solli fjalën online që futet për herë të parë në fjalor, por nuk jemi vetëm në kushtet të fjalës, jemi edhe në kushtet të ndryshimeve sintaksore. Janë këto fjalit që the ti pak por e sigurt, fjalit mungësore që sot po përdoren jashtëmase shumë. Pse po përdoren shumë? Sepse është rritur është konteksti i herë që i ndihmon, por mjetet e tjera jashtëgjuhësore që ndihmojnë vetë gjuhën e folur. Dhe sot mjetet të tilla jashtëgjuhësore janë shumë të pasura. Po këto po e bëjnë gjuhën e gjallë që të ndryshojë. Këto po e lëvrojnë gjuhën. Dhe të kthehemi tek media. Media, unë mendoj që media duhet të jetë edhe më jam pak sa e drojtur kur e them këtë, por mendoj që media duhet ta kuptojë përgjegjësinë e madhe që ka, sepse media është komunikim i drejt për drejt, që është edhe audio edhe vizive. Të dëgjoj edhe unë që e kam mbaruar, si më thënë, të plot formimin tim, po dëgjon dhe ai fëmia që për herë të parë po të dëgjon ty si gazetar dhe e thithaj është ajo tabela e bardhë që unë thash. Ne kemi gazetar të shkëlqyer, dhe unë jam ndryshe nga një pjesë e madhe e audiencave që mendojnë që ne s'kemi gazetari, unë mendoj që ne kemi gazetar shumë të mirë, të cilët bota i ka zili. I kemi këto gazetar. Çfarë kritike kam unë? Raportin që këto gazetar kanë me gjuhën, sepse kur një gazetare fantastike që unë adhuroj, fillon të mendoj në anglisht dhe flet në shqip, unë e kuptoj si njohëse e dy gjuhëve, për shembull. Por kush tha që duhet të dim gjithë anglisht? Dikush që nuk e njeh këtë gjuhë, fillon të ndjehet paksa ajo vetë e largon. E distancon, vë një barierë. Pra sa e thotë, se s'po e kuptoj. Pra, përgjegjësia e madhe ndodhet te gazetarët, përgjegjësi të madhe duhet të ndjejmë gazetarët, të cilët kanë një influencë të jashtëzakonshme me audiencën e tyre. Dhe kur them përgjegjësi, e thash edhe një herë, nuk jam vetëm tek leksiku,
por edhe tek struktura e fjalive që ato përdorin. Duhet të mendojnë shqip dhe të flasin shqip, por nuk mund të mundosh dot në një gjuhë dhe të flasësh një gjuhë tjetër, pa dyshim që ne, dhe kjo ndodh te gazetarët tanë më të mirë. Se më kujtove disa screenshote që po i shihnim përpara se të fillonim me intervistën, ku do doja ti përmendim disa prej tyre. Ja, unë ti nxjerr tani për shkakun është marrë nga një gazetë, nuk do ta them gazetën, që thot: "Muaji shtator, sipas parashikimeve, pritet të jetë i freskët dhe i lagësht, ku priten evente të forta me rreshje shiu." Çdo më thën, ku pritet dhe evente të forta me rreshje shiu. Fjala event në shqip bashkëngjitet me një fest, që mund të jetë një event promovim libri, një dasëm është një event, por një furtunë nuk quhet event. Nuk mund të quhet event një furtunë, është kjo. E dyta është në një nga lokalet MNZ të Tiranës, e kam të fotografuar, që është lokal shumë i frekuentuar. Në ditën në 1 janar 2025. Kjo është kur se e ruan datën fotoja, thuhet: "Me kërkesën dhe hezitimin tuaj, restoranti do hapet sot dhe do të vazhdojë shërbimin normalisht." Me kërkesën dhe hezitimin tuaj. Po mirë kërkesa. Po pse po hezitojmë ne, se ne po presim të vinë të ushqemi. Ose një tjetër biznes që thoshte ofertë, thot ofertën. Vetëm 2 ditë e keni këtë mundësi. Mos hezitoni ta humbisni. Humbiteni sa më shpejt jetë e mundur. Pra këto janë qesharake dhe plot të tjera që gjenden në celularin tim që tregojnë, çfarë tregojnë këto. Ja, unë sa po thash një gjë, humbiteni. Shumë mirë atë. Humbeni. Jo, dhe humbiteni, ke ndërkallur trajtën e shkurtër, juve ju humbiteni. E thash sakt. Ato e ke thonë sakt. Do të kishte korrigjuar zysha ndryshe. Ti mendoj se ka pa veten në këto shembuj që solla unë kemi analfabetizëm funksional, sepse nuk ka shumë i diskutuar. Nuk arrin të perceptojnë kuptimin e fjalës. Pra, e sa bukur e thot profesor Xhavet Lloshi. Unë nuk trëmbem, thot, kur shqiptarët përdorin bypass në shqip, fjalën anglisht, por kur e përdorin sakt.